Sot në kuadër të ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, sollëm në fokus zërin e atyre që shpesh mbeten të padëgjuar, personat me aftësi të kufizuara. Edhe pse ligjërisht gëzojnë në të njëjtat të drejta si çdo qytetar tjetër, realiteti i përditshëm tregon një tjetër pamje, si mungesë mbështetje institucionale, qasje të vështirësuar në shërbime dhe paragjykime që i shoqërojnë në jetën e përditshme. Abaz Berisha, një person me aftësi të kufizuara, njëkohësisht edhe pronari i shoqatës Mirësia me seli në Shkup. Ndau me ne sfidat me të cilat ata përballen më së shumti, nga ku tha se janë të shumta dhe shpesh të rënduara, nga ku thekson edhe mungesën e mbështetjes së mjaftueshme nga shteti. Ai shprehet se në situata të caktuara ndihen edhe të bullizuar apo të nënvlerësuar nga shoqëria, duke krijuar një ndjesi përjashtimi dhe pabarazie. Pengesa ka shumta janë, por ka disa përmirësime. Konkretisht mas shumë probleme kemi me trotuarët. Trotuarët janë të nalta shumë. S'kemi qasje dikun, duhet ndoshta 100-200 metra ma larg shkojsh se s'ke qasje, dush pa tjetër me gjetë desat ku ki qasje në realitet. Pastaj është problemi me parkingjet, i parkojnë në realitet në trotuare ma shumë. Kerët shumë, disa i parkojnë vende pa vend, shembull unë kuptoj që nuk ka, është problem për parkingjet. Por është problemi të paktën duhet me menu ato që ka njerëz me aftësi të kufizuar apo. Berisha ka folur edhe për mungesën e automjeteve që i siguron JSP për kategorinë e personave me nevoja të veçanta. Se faktikisht ne kemi drejt edhe kombit JSP-s faktikisht, por edhe ato tash për momentin nuk ka kombit, ato i kanë thonë jo nuk i kanë rregull, nuk janë të prishta veturat, nuk kanë vetura, kështu që na kemi nevojë shembull, nuk jemi na që mujmë me udhëtu shembull 20 km apo 10 km me karrocë, sepse kjo është me rrim, kjo 20 maksimum 20-30 km nuk i ban, s'besoj. E kështu që jemi detyruar nga njerë edhe me karrocë, me shku këto destinacione që kemi punë faktikisht do njerë në i dokument, pa marrë parasysh se shka. A i thekson se ka shumë pengesa që i tangojnë personat me aftësi të kufizuara, ku edhe thekson se edhe disa spitale nuk i plotsojnë kushtet e tyre. A i shton se ka përmirësime, nuk është situata si disa vite më parë, por përsëri ka vend për përmirësim. Ndërkaq shton se as prej shtetit nuk kanë ndihmë të mjaftueshme dhe kërkojnë nga shteti mbështetje në çdo aspekt. Për shtetit na mbështet në çdo aspekt, faktikisht të rregullojnë çdo që infrastruktura të rregullohet, kemi qasje në për trotuaret, kemi na për spitale, dikun disa ministri nuk kemi as mundësi me i, edhe ati t'i përmirësojnë, kështu që duhet na i rregullojnë këto gjërat. Çfarë do doni që të ndryshoni në mënyrën se si trajtohen personat me nevoja të veçanta? Po unë po e ceki. Sa ndjeni bullizim ndonjë rast? Ndonjëherë edhe po, se drejtën ta them, ka njerëz të pandërgjetshëm nga njerë që sidomos nuk na japin përparësi në zebra apo në vijat e bardha kur kalojmë. Na asin e disa janë arrogant, edhe leqe është fajtor, po edhe me arrogancën e vetë që ti fajtor, faktikisht, do me të bo ti fajtor edhe pse është vetë fajtor. Ndërkaq, mesazhi i tij ndaj personave me aftësi të kufizuara është që çdo herë të jenë këmbëngulës dhe të luftojnë për atë që dëshirojnë ta bëjnë dhe mos të ndalen, mos të hezitojnë të dalin të kërkojnë të drejtat e tyre, të mos mbyllen nëpër shtëpi dhe të shoqërohen me njerëz dhe bëri apel që çdo herë të jenë të fortë, të guximshëm dhe kur të mos ndalen.